Djathi mund të ndihmojë në parandalimin e demencës sipas një studimi japonez. Një studim japonez zbulon se edhe konsumimi modest i avorit djathit mund të ndihmojë në ruajtjen e shëndetit kognitiv duke ofruar një pasqyrë të re se si zakonet e thjeshta dietike mund të mbështesin një tru në proces plakje. Demenca është një shqetësim global shëndetësor në rritje që parashikohet të prek mbi 150 milion njerëz deri në vitin 2050. Pavarësisht përparimeve në mjekësi, trajtimet kurative mbeten të kufizuara. Dieta është shfaqur si një faktor potencial mbrojtës, me një numër gjithashtu gjithmonë në rritje të provave që sugjerojnë se ushqimet caktuara mund të ndikojnë në shëndetin e trurit. Djathi në veçanti përmban komponime bioaktive si vitamina K2, peptide dhe probiotik. Këto mund të mbështesin mbrojtjen e qelizave nervore përmes mekanizmave anti-inflamator dhe metabolik. Autorët kryen një studim duke përdorur të dhëna nga anketa e studimit vlerësimit gerontologjik të Japonisë. 2019. Studimi zbuloi personat mbi 65 vjeç që konsumonin djathë të paktën një herë në javë kishin një rrezik 24% më të ulët të demencës. Analiza e kohës mesatare të mbijetesës tregoi një ndryshim prej rreth 7.7 ditësh duke favorizuar konsumatorët e djathit. Këto gjetje sugjerojnë që edhe konsumimi modest i djathit të paktën një herë në javë shoqërohet me një indicje më të ulët të demencës.